e politikës për të bërë bashkë. Pse e them infrastrukturën ligjore? Duke filluar nga viti 2013, e këtej, u bë një infrastrukturë e cila konkludoi në faktin që duhet të sulmoj dhe të pushtohej në kuptimin e mirë të fjalës çdo situatë e cila kishte lidhje me kanabizimin e vendit, duke realizuar një operacion siç ishte i Lasaratit, për t'i hapur rrugë siç u pa më tej kanabizimit të gjithë vendit. Pjesa e parë. Pjesa e dytë, së bashku me formëzimin e reformës në drejtësi, u formëzua dhe mënyra se si infrastruktura ligjore do i shërbente narkotrafikut. Kjo duket e rëndë, por është e vërtet. Përveç se krimi organizuar tenton të blej shtetin, tenton të blej agjensi ligjzbatuse dhe punojës të saj, krimi organizuar nëpërmjet formave dhe reformave të politikës mund të realizojë një infrastrukturë më të lehtë për veten e saj. E them me pak fjalë, goditet prokuroria dhe gjykata nëpërmjet reformës në drejtësi, e cila patjetër shfrytëzon dëshirën e opinionit publik për të patur një ndryshim, dhe në këtë rast hyn në lojë dhe narkopolitika, e cila përveç se bën të pafuqishëm prokurorin, përveç se bën të pafuqishëm gjykatën, krijon një infrastrukturë e cila në pamje duket sikur është shumë më moderne, shumë më pro-europiane, por është pro trafiku të narkotikëve, me një element shumë të thjeshtë. Trafiku i lëndëve narkotike dhe çdo lloj trafiku i paligjshëm, deri pa u bërë reforma në drejtësi, ndiqeshin nga një përqendrim i vetëm që ishte prokuroria për krime të rënda, dhe përqendrimi ka një logjik në një shtet që ka seriozitet në luftë kundër trafiqeve, kryesisht të lëndëve narkotike. Përqendrimi ka dy arsye. E para e punës për të shmangur sa më shumë blerjen e zyrtarëve, dhe e dyta për të patur një specializim sa më të madh në këtë lloj hetimi që kërkon shpesh herë dhe metoda speciale të hetimit. E thënë në ndryshe, kompetenca e prokurorisë së posaçme nuk është e përfshirë fare në trafikun e lëndëve narkotike apo në çdo lloj trafiku tjetër. Kompetenca e trafikut të lëndëve narkotike është në prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Pra, prokuroria ku është dogana, në rastin konkret Porti Durrësit, është prokuroria kompetente që duhet hetoj trafikun e lëndës narkotike. Tre pyetje që lindin janë: a është e specializuar prokuroria e Durrësit për të shfrytzuar të gjithë kapacitetet e saj për të luftuar trafikun e madh të lëndëve narkotike? A mundet të manipulohet kollaj prokuroria e një rrethi? Dhe e treta dhe më kryesorja, a ka burime njerëzore për të luftuar trafikun seriozisht? Nuk mundet që të justifikohet e gjithë kjo situatë e infrastrukturës ligjore përveç se faktit që trafiku i lëndëve narkotike, duke mos qenë i përqendruar në një dorë të vetme, siç mund të ishte prokuroria e posaçme, nuk është vetëm një lehtësim, nuk është asgjë tjetër veç se një lehtësim për trafikun në përgjithësi dhe për trafikantët të gjithë cilët kryejnë vepra penale. E thënë në këtë burim, duke shfrytzuar dobësinë e burimeve njerëzore të cilat i shkatrove nëpërmjet reformës drejtësi nëpërmjet vettingut, duke shfrytzuar mungesën e kompetencës që mund të ketë një prokurori specializuar, atëherë si mundet që 610 kg lëndë narkotike e llojit kokainë kapet në portin e Durrësit, nuk përfshihet në rast se nuk është grup i strukturuar prokurorie posaçme, dhe ku një deputet drejton mjetin në gjendje të dehur, përfshihet prokurorie posaçme. I është bërë kjo pyetje hartuesve të reformës në drejtësi, si ka mundësi trafikun e lëndëve narkotike, trafikun e armëve, municioneve dhe çdo lloj trafiku të paligjshëm nuk e përfshini në kompetencë të prokurorisë posaçme, dhe kanë dhënë shpjegime që këto zakonisht kryen vetëm në formën e grupit strukturuar organizatës kriminale. Nuk është e vërtetë. Hetimi fillon nga poshtë lart, jo nga lart poshtë. Hetimi fillon nga Porti i Durrësit për gjetur grupin e organizuar, krimin e organizuar dhe organizatën kriminale. Për këtë arsye mendoj që lehtësimet i kanë ardhur dhe në infrastrukturë krimit organizuar. Pastaj, natyrshëm këto lehtësime, duke bllokuar Lazaratin dhe duke hapur të Shqipërinë, duke kanabizuar vendin dhe duke përfituar një sasi të madhe financimi, dhe nga ky kanabisi të shkosh te kokaina, sigurisht që nuk do jesh rruga kryesore e trafikut të lëndëve narkotike, po do jesh rruga e vetme në Evropë. Dhe për këtë arsye, evolucioni që ka bërë krimi organizuar sot na çon vetëm në një përgjigje. Patjetër, trafiku do prodhoj dollar, dollarët do prodhojnë deputet, deputetët do prodhojnë reforma që të lehtësohet më shumë trafiku. Spahia, keni qenë viktime
e kësaj situatën 2023. Ashtu si gjithë Shkodra dhe shkodranët, në fakt për hir të vërtetës, kanë qenë viktimë e përdorimit të krimit organizuar dhe parave të pista trafiqeve për efekte kolaterale, elektorale, le të themi. Në fakt kolaterale kanë qenë ju. Për efekte kolaterale, unë dhe gjithë qytetarët e Shkodrës që për hir të vërtetës kanë vujt në korrizin e tyre, dhunën e jashtëzakonshme gjatë atij procesi zgjedhor, dhunën psikologjike, shpeshherë edhe fizike për hir të vërtetës, nëpërmjet intimidimit dhe kanosjes nga ana e këtyre grupeve kriminale, por jo vetëm, ka qenë intimidim dhe kërcënim edhe nga ana e drejtuesve të pothuajt të gjitha institucioneve shtetërore, të cilët impononin vullnetin e zgjedhësve në atë fushat. Në fakt e tha